Minutat në vazhdim janë për intervistën e ditës. Zgjedhjet lokale do të përsëriten në Gostivar, por dhe në komunën e Vrapçishtit, pasi në zgjedhjet e rregullta nuk u arrit pragu. Në vazhdim e intervistave me kandidatët për kryetar të komunave, i ftuar në Alsat është Isen Shabani, kandidati AKI-s për Vrapçishtin, një herësh ish kryetar i kësaj komune. Zoti Shabani, mirë se erdhët në Alsat. Faleminderit për ftesën, mirësi u gjetëm. Zoti Shabani, në fakt, kandidat i kujt jeni në zgjedhje? Unë jam kandidat i koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim. A ju mbështet Aleanca për shqiptarët në tërësi, sepse kundër kandidati juaj ka qenë kryetar dege i Aleancës dhe mbështetet nga Vleni? Po tani ka ndodhur diçka ta themi si një rrisje papritur. Personi në fjalë për cilin po flisni është kandidat Gjoja i Pavarur, i mbështetur nga koalicioni Vlen. Po juve ju mbështet Aleanca në tërësi? Aleanca e dikurshme, e bashkuar? Ne kemi një status juridik dhe kemi një aleancë legjitime dhe ajo aleancë legjitime është në mbështetjen time pa diskutim, dhe unë bëj pjesë në atë, ku kemi edhe kryetarin e partisë, zotin Taravari. Pjesa tjetër janë individ. Gjithë pretendojnë se janë legjitim. Zoti Shabani, pse nuk pati census në zgjedhjet e rregullta? Në këtë rast në Vrapçisht a ishte në pyetje gurbeti apo edhe apatia politike? Ne, do me thënë si koalicion dhe unë si kandidat lartë poshtë ne ishim të vetëdijshëm në këtë drejtim se do të kemi problem me cenzusin, duke pasur parasysh se lista, do me thënë, për votuesit në komunën e Vrapçishtit ishte, do me thënë, një list e frirë, e pa pastruar, dhe duke bërë një analizë, do me thënë, nga vitet në vazhdimsi, do me thënë, kur kemi pasur zgjedhje, qoftë ato lokale dhe parlamentare apo presidenciale, ishte një numër i madh ku realisht ne rrezikoheshim nga cenzusi. Mirë po këtë mundësi e shfrytëzoi, të them, konkretisht idetë lindin, burojnë nga VMRO DPMN, mbështeten nga Vleni, dhe unë kam qenë shumë i vetëdijshëm se kam dalur edhe në diasporë të bëj apel, do me thënë, për mërgjimtarët tanë që të vinë ditën e votimeve, vetëm me vetmin qëllim që të arrihet cenzusi. Këtë e shfrytëzoi, do me thënë, VMRO DPMN, që të arrihet qëllimin e vet, të emëroj poverenikun e tij. Gjoja se me emërimin e poverenikut ka diçka, do të nxjerrë diçka, ku ja tani e kanë në dispozicion gjithë komunën, por se ata kanë neglizhuar punët dhe ka probleme me gjitha punët në teren, me administratën, shkollat, gjitha ndërmarrjet të cilat janë të formuara, të krijuara nga vetë komuna. Shohim që këta ditë, edhe ditët në vazhdim janë në vështirësi. Pse duhet qytetarët të besojnë sërish? Ju garoni edhe për një mandat. Realisht besimi, do me thënë, merret nga qytetarët, motivimi më kartë. Pse duhet ju besojnë? Unë jam i sprovuar, nuk jam kandidati cili unë premtoj, jam në paraqitjen time të parë, po do them që unë e premtoj, nga punët realizimit të cilët qytetarët shohin, vazhdimisht jam me qytetarët në takim, në çdo punë jemi bashkarisht me ato, dhe duke parë rezultatin, ata kanë krijuar besimin dhe është motivim nga vetë qytetarët që ata më inkurajojnë që unë të kandidoj për një mandat të tretë, dhe të them të vërtetën, nuk njoh humbje në asnjë cikël zgjedhor, qoftë në presidencial, parlamentar apo lokale. Dhe kjo është që qytetarët e duan këto, më motivojnë, dhe unë jam me qytetarët, dhe unë jetoj në atë komunë dhe patjetër që do të jem çdo herë me qytetarët. Prandaj është rikandidimi. Kur jemi te komuna, sa është borxhi i Vrapçishtit, sa milion euro? Nuk është 1 milion euro, borxhi i Vrapçishtit diku 600-700.000, nëse do ta kalkulojmë sakt. Këtu është borxhi. Unë kur kam marrë si kryetar komune, kam trashëguar 10 milion pikë ti nga vetë komuna dhe 500.000 euro nga ndërmarrja, 2.7 milion. Do me thënë, gjitha këto punët janë bërë në teren, që bëhen tani dhe janë projekte, do me thënë, ende në vazhdimsi. Kemi arritur të realizojmë gjitha këta projekte dhe të shlim 10 milion euro borxhe vetëm për komunën e Vrapçishtit. Pse ka mbetur tani kaq borxh në komunën e Vrapçishtit? Nuk jeni arritur të shlyheni? Mendoj se për 2 mandate 10 milion euro të shlihem borxhe dhe mbi 15 milion euro ka investime kapitale, mendoj se kjo është një arritur që
tjetarët shumë mire kanë vlerësuar ta. Sa është numri i të punësuarve në komunën cilën e keni drejtuar deri pak kohë më parë dhe a ka pasur partizim në procesin e punësimit? Meqenëse çdo herë është folur për partizime, tani komunën ata e kanë në dorë, mund të nxjerrin gjitha listët se cilat janë punësimet. Nuk ka as pak partizim. Komuna kur unë në mandatin e parë u zgjodha sekretar komune ka qenë numri 50, 51, tani komuna është në 40 numri i punësuarve. Pra është ullur? Është ullur, po. Dhe a ka ndonjë të punësuar në mandatin tuaj që nuk është antar i partisë suaj apo krahëve tuaj partijak? Këtë nuk e them, po antar të familjes sigurisht që nuk ka, për të jeni të sigurt, mund të verifikoni, po antar të partisë nuk e them se nuk ka, se që nuk janë antar të partisë suaj. Ka edhe dhe nga krahëve tuaj, po partijak ka edhe e nga tjera. ato, ka edhe nga partia, edhe që nuk janë me partin, po çdo herë unë jam marrur në atë cilësi. Konkurset cilët janë shpallur për vendet e lira të punës, sigurisht kuptohet që më i miri ai që ka konkuruar është zgjedhur. Ka raste ku janë zgjedhur edhe njerëz jashtë partisë sonë. Jashtë aleancës. Jashtë aleancës, po. Nga subjekte tjera apo apartijak. Çfarë keni premtuar zoti Shabani në mandatin e kaluar dhe nuk keni arritur ta realizoni? Mburëm për këtë çdo herë kur e them, nuk e them domethënë me mendje madhësi, po e them për punën dhe krenarin që kam, nuk është asgjë që nga ngelur nga mandatin që unë kam premtuar në të di mandatet nga platforma. Platformën kam realizuar 100% dhe kam punë shtesë, domethënë që i kam jashtë platformës dhe mbi të gjitha që për një komunë rurale, çdo njëri nga kandidatët apo krijetarët e ka pasur këtë handicap, kanalizimi. Në komunën të Vrapçishtit filloi kanalizimi 51 kilometër në gjithë territorin e komunës së Vrapçishtit. Jemi në punë tani për tani, në afat prej 2 viteve do të mbaroj. Thoni që kanalizimi ka filluar, po sa fshatra ndërkohë nuk kanë ujë për pije ose kanë probleme theksuara me ujin e pishëm? Në komunën e Vrapçishtit çdo fshat ka 24 orë shtat ujë Do për të pije. thotë asnjë fshat probleme me Asnjë ujin e fshat nuk ka pishëm. problem. Në disa komuna tjera mund ti ndëgjoni këto, po në komunën të Vrapçishtit jo. S'keni kurfar problemi me Asnjë ujin. problem me ujin. Me mbeturin ata keni probleme, sepse nuk ka komunë, nuk ka fshat, nuk ka rajon që s'ka problem, dhe këtë besoj nuk mund thoni që nuk ka problem. Mund t'i ndajmë në Ku i hedhin mbeturinat banorët? Po për të do t'i ndajmë tani, për cilat Ja, flasim po nisim nga jo, ku i hedhin mbeturinat banorët? Ne kemi kompani, do me thonë, kemi do me thonë kompani e cila është koncesioner i komunës, ku ajo do me thonë merret me menaxhimin e mbeturinave dhe kemi do me thonë deponinë rajonale në Gostivar, ku ato shkarkohen dhe mirëmbahen në atë deponi. Po deponi jo legale në komunën tuaj, pra deponi tegra në fshatra ka? Shumë pak ka, që nuk i themi ne deponi, pa ato janë keqpërdorim, unë kom folur edhe në për emisione tjera, flasë edhe këtu edhe pse jemi në kohë të zgjedhjeve. Kjo është nga një herë, unë e kam quajtur duke filluar nga vetvetja, që kemi nga një herë mungesë kulture, që materialet inerte shpesh hudhen, do me thënë, në përvende më tepër ku janë prona të komunës apo prona shtetërore. Kjo është ajo që ne vetë ndotim ndonjëherë ambientin apo territorin, komunën ku ne jetojmë. Kurse mbeturina tjera të themi deponi jo legale nuk kemi. Sepse thoni që e keni përmbushur gjithçka që keni dhënë premtimin, megjithatë problemet ende ekzistojnë. Me që thoni që keni bërë shumë, sa kilometra rrugë keni asfaltuar në mandatin tuaj? Nëse tani do t'jemi me kilometra, janë shumë projekte që do t'i shohim të gjitha projektet saktë, që t'japim një numër saktë, mos gabojmë. Sa keni bërë? Po mund të them lirisht nga projektet për di mandatet që flasim, janë mbi 50 kilometra rrugë. Në mandatin e fundit? Tani në mandatin e fundit 5 projekte janë duke u realizuar dhe 6 që janë kontraktuar, pa ende nuk kanë filluar me punë. Apo që janë përmbyllur të themi, projektet? 5 projekte punohen, gati janë në fazën e fundit të përmbylljes dhe 6 projekte janë kontraktuar, janë lidhur kontratat, urdhëresat për punë, po ende nuk kanë filluar për shkak kohës, edhe kjo që na ndodhi, domethënë me mosarritjen e cenzusit, ardhja e poverenikut, të me thonë ndërprerja mandatit tim, ardhja e poverenikut, edhe kjo ka qenë një handicap për ata projektet të cilët nuk kanë filluar.
po shumë shpejt, do me thëmë pas 11 janarit, fillojmë me punë Duhet intensivisht. pritur edhe rezultati zgjedhor gjithsesi nga përsëritja e zgjedhjeve në komunat ku do të votohet. Sa shkolla keni ndërtuar apo keni renovuar, sepse edhe problemi në arsim janë të mëdha gjithkund, objekte të vjetra, objekte që kërkojnë në rinovim. Çfarë keni bërë në fushën e arsimit konkretisht në komunën e Vrapçishtit? Pjetjes Cilës? 11 janarit dhe të Ju tash zgjedhjet, atë rezultati zgjedhor ne nuk mund ta dim nga sot. Po kemi paraprakisht një rezultat në 19 tetor që u mbajt. Ai rezultat veç do të rritet, nuk do të zhvullohet, jeni të sigurt për Do këtë. presim. Shohim ditën e 11 votimit, janarin. po. Tregoni tani si e keni Tani infrastruktura çfarë keni bërë në fushën e shkolla, arsimit? Unë kom folur që ne këtë probleme i kemi kaluar që në mandatin e parë. Gjitha shkollat janë të renovuara me standardet të nivelit të cilësisë më të lartë dhe shkollat tona janë gjithë me smart system. S'kemi këto probleme. Proja thoni që s'keni probleme, gjitha problemet i keni zgjidhur, por garoni sërish edhe për një mandat tjetër për komunën e Vrapçishtit. Duhet në fakt pyetur edhe banorët se a kanë as kanë probleme, por me gjë është kjo një intervistë në kuadër të zgjedhjeve. Unë ju falenderoj shumë që sonte ishit në Elsat. Faleminderit.